Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Zoom këtu në TVM2, dedikuar zgjedhjeve të përsëritura në Gostivar. Ky emision ishte paraparë si debat zgjedhor apo ballafaqim mes dy kandidatëve për kryetar të komunës së Gostivarit, kandidatit të Vlenit Nevzat Beta dhe kandidatit të AKI-s Valbon Limani. Ftesa është dërguar të dyve, por përkundër përpjekjeve tona, zoti Limani nuk pranoi pjesëmarrjen. Sonte në mungesë të debatit do të zhvillojmë një intervistë ballafaquese me kandidatin e Vlenit Nevzat Beta me fokus në programin, ofertën e tij politike dhe përgjegjësinë ndaj qytetarëve të Gostivarit. Zoti Beta, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom këtu në TVM2. Përshëndetje dhe mirë si u gjeta. Kënaqësia është e jona, zoti Beta, jo. Po dhe jemja që qytetarët e vendit tonë të kenë informacione të sakta. Po, atëherë, ju keni qenë në 2 mandate kryetari i komunës së Gostivarit, keni garuar edhe në vitin 2021 për të parën e kësaj komune. Pse zgjodhët tani përsëri që të kandidoheni për krejon e komunës së Gostivarit? Po, për 2 mandate kam qenë kryetar, edhe qytetarët e mi në Gostivar mburën me punët e mira që i kam bërë për Gostivarin tonë. Në mandatin e parë, Gostivari i ngjante një fshati të madh, prej fshatit të madh e bëm një qytet të madh me emën, edhe mbureshin qytetarët e Gostivarit kudo që shkonin. Realizuam edhe atëherën projekte, por projektet më të mëdha i realizuam në mandatin e dytë. Edhe tash, pasi qytetarët e shohin ndryshimin në mes meje dhe Arben Taravarit. Për 8 vjetë të shkuar, Arben Taravari s'ka realizuar asnjë projekt. Ka bërë shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Ate e shohin çdo ditë qytetarët. Korrupsioni është rritur shumë, e ka dëmtuar arkën e buxhetit të Gostivarit. Unë kam edhe këtu dhe dokumentet për keq përdorim që i ka bërë, do të përmendi. Që kanë të bëjnë me çka? Po, që për qeverisin e tij 8 vjeçare. Për shembull, zgjedhja agjencionit për punësim të përkohshëm për nevojat e komunës së Gostivarit. Është 550.000 euro. Do të thonë, kanë punësuar aktivistë të partisë që nuk kanë shkuar në punë, kanë detur në shtëpi e kanë marrur rrogën. Edhe për 8 vjetë, kjo është një, për shembull, një dokument i nënshkruar nga ushtruesi i detyrës Valbon Limani. Kështu kontrata kanë bërë për aktivistët për 8 vjetë të shkuar. Po, gjithsesi ne do të donim që edhe zoti Limani të jetë në këtë studio pikërisht për t'i ballafaquar këto fakte. Megjithatë këto janë akuza të rënda, zoti Beta, do t'i dërgoni këto nëse janë të mirëqenia në prokurorinë publike. Jo në prokurori, po unë do të jem i zgjedhur më 11 janar, edhe atëherën do të dalin të gjitha keq përdorimet që i kanë bërë në komunën e Gostivarit dhe si e kanë vjedhur buxhetin e komunës së Gostivarit dhe besoj se qeverisja Arben Taravari që ka vazhduar në dhënë si ti Valbon Limani do t'jetë një prej skandaleve më të mëdha, jo vetëm në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, po në gjithë Ballkanin. Janë harxuar shumë jetë për nevojat e aktivistëve të tyre dhe për nevojat e tyre personale, dhe komunën e kanë shtirë në borxh 30 milion, duke mos të llogaritur ndërmarrjen publike të higjienës, që edhe atë e kanë shtirë në borxh në 15 milion, dhe 8 vjetë të shkuar i kanë lënë punëtorët e higjienës që e mirëmbajnë qytetin pa sigurim shëndetësor. Ajo është mëkat dhe gjyna i madh të tallësh edhe t'i lësh punëtorët të cilët kujdesen për higjienën e qytetit edhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësillësit pa sigurim shëndetësor. Edhe ato kanë antarë të familje. Po Valboni nuk ka ardhur se nuk është i përgatitur për demokraci.
dhe atyre nuk ju ka marrë në mendje se unë përsëri do jem kandidat për kryetar komune. Mendoni se ju pengon që ju jeni kandidat për kryetar komune? Mendoni që ju pengon atyre kjo që ju jeni kandidat? Normali që ju pengon, se ju pengon përvoja e jeme dhe ju pengojnë veprat e mira, projektet e mira që i kam bërë për të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Dhe atyre nuk ju ka marrë mendja se unë do të jem kandidat, por unë nuk mund të refuzoj dëshirën e shumicës të qytetarëve. Po, zoti Beta, do të flasim pastaj për programin tuaj, për qytetin e Gostivarit, do të bëj disa pyetje politike. Ma parashtru pyetje të përfundoj, sepse jam kandiduar. A kishit ende për të? Po, ashtu ma parashtruat edhe kërkoj falje. Shumica e qytetarëve, pa marrë parasysh përkatësinë nacionale dhe politike, kërkuan që unë të kandidohem, që të ndalojmë shkatrimin në më të eshëm të qytetit edhe të zhvillojmë qytetin ashtu si që duhet dhe të bëjmë një Gostivar, ashtu si i takon qytetit të Gostivarit. Dhe unë pranova, pastaj pranova dhe mbështetjen e koalicionit Blen, mbështetjen e koalicionit Blen e pranova se edhe ata e bëjnë për të mirën e qytetit të Gostivarit, të ndalojnë shkatrimin e qytetit. Zoti Beta, ju njiheni si ndër themeluesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërsa në këto zgjedhje keni vendosur të rishtoheni në anën e Vlenit që paraqet palën kundërshtare të BDI-s në këto zgjedhje. Çfarë ju shtyu që të merrni një veprim të tillë? Jo, unë është e vërtet se jam një prej themeluesve të Bashkimit Demokratik për Integrim, por unë nuk kam kundër kandidat ose kandidat nga radhët e antarësisë së BDI-s. Kundër kandidati jem është nga radhët e aleancës e Arben Taravarit. Po që mbështetet nga BDI? Që ka drejt, a do e mbështesin, a nuk do e mbështesin, atë të shojë më 11 janar. Nuk mund të mbështesin një kandidat që është kandiduar nga një kryetar i cili e ka shkatruar dhe e ka plashkitun qytetin e Gostivarit. Ne pam që mbrëm në Gostivar ishte edhe zoti Ali Ahmeti edhe struktura e tij partijake. Ajo puna e tyre. Nuk besoj se votuesit dhe antarësia e BDI-s do t'i japin votën një personi i cili e ka shkatruar dhe e ka shtit dorën në arkën e bugjetit e komunës, e ka plashkitun komunën dhe për 8 vjetë ata e kanë shkatruar. Ja, për shembull, si do t'i japin votën, ta marrim shembull qytetarët, kur rregullimi i sallës së Këshillit të Komunës së Gostivarit ka kushtuar 750.000 euro. Dokument, me prova flasim, e nënshkruar nga Arben Taravari. Edhe t'japin nxënësit të tij që e ka edukuar një mësues i keq, që edhe ai të vazhdon në njëjtën rrugë që ta plashkise qytetin e Gostivarit. Realisht ta plashkise arkën e qytetit të Gostivarit. Nuk besoj se qytetarët do t'i japin mbështetje një personi që e ka shkatruar dhe e ka vjedhur arkën e komunës së Gostivarit. Zoti Beta, dje ishim në një briefing me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti dhe kolegët gazetarë parashtruan pyetje edhe për kandidaturën tuaj. Mes tjerash, zoti Ahmeti tha që në vitin 2013 zoti Izet Mexhiti ka qenë kundër kandidaturës suaj për kryetar të komunës së Gostivarit, ndërsa tani pas disa viteve ju po dilni si kandidat i partisë së zotit Mexhiti. Si do t'i kundërpërgjigjeni kësaj deklarate të zotit Ahmeti? Unë nuk e di, se unë se kam dëgjuar, po prej jush e kam kuptuar që ka ndodhur një gjë e tillë, po ato janë sekretet e partisë. Izet Mexhitin e kam rritur dhe është një kuadër i shkëlqyeshëm. Mu nuk më kujtohet se Izet Mexhiti ka thënë një gjë të tillë. Po edhe nëse e ka thënë, e ka shprehur mendimin e vet. Jo për të më ofenduar mua ose për të më ndaluar mua, por duke ditur besueshmërinë time, autoritetin tim,
ai nuk ka dashur që të cenohet ndershmëria dhe autoriteti jem. Ai ka dashur që unë të kiem fitore të madhe dhe në 2013 ashtu ndodhi. Kam pasur fitore shumë të madhe. Por nuk besoj se një gjë të tillë e ka thënë Izet Mexhiti, jo vetëm Izet Mexhiti. Gjithë anëtarët e kryesisë qendrore kanë shprehur mendimin e vet. Edhe nëse kanë shprehur mendimin e vet, nuk kanë bërë doni gabim. E kanë bërë për të mirën teme edhe për të mirën e shoqërisë tonë. Për shkak se njeri që ka kredibilitet, besueshmëri, të antarësia dhe të qytetarët, nuk lejohet që ti rënohet autoriteti. Si tash që kom dalun. Unë nuk kam dalun për t'u afirmuar, se mu më njohin, po kam dalun se e kam mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Gostivarit dhe do kemi një fitore të madhe më 11 janar. Disa kritik tjerë thonë që Nevzat Bejta nuk paraqetat ndryshimin në Gostivar. Si do t'i kundërpërgjigjeni këtyre kritikave? Nevzat Bejta është i njohur për ndryshime. Edhe tash përsëri do bëjmë ndryshime. Do ta shohim mbas 11 janarit. Ndryshimi do jetë i madh, se do dalin në sipërfaqe gjitha këto keqpërdorime. Gjithë keqpërdorimet që i ka bërë për 8 vjetë të shkuar Arben Taravari edhe i ka vazhduar në nxënësi i tij, edhe Gostivari do jetë ndryshe, se do realizohen shumë projekte të mëdhaja, duke bashkëpunuar edhe me qeverisjen qendrore që do shkojnë në dobi të qytetarëve të Gostivarit. A nuk janë ndryshime këto? Ato do jenë ndryshime të mëdhaja që vetë qytetarët do t'i shijojnë. Gjatë qeverisjes teme, edhe në mandatin e parë kam bërë ndryshime të mëdhaja. Edhe gjatë mandatit të dytë kam bërë ndryshime të mëdhaja. Nuk e di, ndoshta ka edhe kryetar tjerë që kanë realizuar projekte të mëdhaja, po unë kam realizuar 4 projekte shumë të mëdhaja. Do ta përmendi vetëm një, ose ju marr kohën, ndërtimin e urës që lidhen të 2 anët e qytetit, mbi lumin Vardar, që rrallë ka ndërtuar në një kryetar komune vetë Lise, që është me një kualitet të madh edhe që janë shumë të kënaqur në qytetarët, se është bërë shparadhja e komunikacionit dhe qytetarët lëvizin më lirshëm dhe janë shumë të kënaqur. Po a ka ndonjë vendim nga ajo periudhë e mandatit tuaj 8 vjeçar që sot do ta pranonit si gabim? Jo, çdo kryetar komune që punon bën edhe gabime. Por unë për 8 vjetë shkuar kam bërë analizë. Tashmë do jem ndryshe me punën teme me administratën. Njerëzit të cilët do kenë një problem më të vogël edhe administratori nuk sillet mirë, ato direkt do vinë të unë, për shkak se gjithë qytetarët e Gostivarit parafërsisht e kanë numrin tem, edhe direkt do kontaktojnë se unë nuk vi për të afirmuar, se jam i afirmuar. Edhe nuk vi që në këtë mosh ta kontaminoj, ta fliqi vetën. Vi për t'ju bërë shërbimet mira qytetarëve të mi dhe vi për të realizuar projektet të mëdhaja për të mirën e qytetarëve, po kjo nuk bëhet vetë, ajo bëhet në bashkëpunim me qeverisjen qendrore. Prandaj do kite shumë ndryshime të mëdhaja, që do habitën edhe qytetarët e Gostivarit, edhe gjithë qytetarët e vendit tonë. Edhe një pyetje politike për të kaluar më pas në pyetjet rreth programit. Zoti Bejta, këto ditë është aktuale edhe reformat në Bashkimin Demokratik për Integrim, ju si një ndër themeluesit ish antarët e kësaj partie, si e shihni BDI sot? Unë nuk i komentoj se unë nuk jam analist, tu kam ardhur si kandidat për kryetar komune edhe jam i koncentruar për punë të mira që do t'i bëj për komunën në Gostivarit. Çka ju intereson për komunën në Gostivarit? Nuk do shprehni mendimin personal lidhje me ish-partinë? Çka ju intereson për komunën në Gostivarit? Mund të më pyetni, edhe mund të thirrni në vendin tonë kemi shumë intelektual, profesor, të aftë, që ndjekin punën e partive politike, mund t'i thirrni edhe ato të japin vlerësimin shumë më të mirë
se unë edhe me dhënë që nuk më takon, po ato të ta japin përgjigjen e saktë. Mirë, atëherë kur jemi te Gostivari, cilat janë 3 prioritetet kryesore që do t'i bënit në 100 ditëshin e parë, zoti Bejta, kuptohet nëse zgjidheni për kryetar të komunës së Gostivarit? Po. Janë 4 prioritete kryesore. Unë nuk kam dalun që të shoh se hirë, se si shkatrohet dhe si plaçkitet qyteti i Gostivarit. Unë kam dalun për t'i parë hallet që i kanë qytetarët. Dhe unë i vizitoj gjitha lagjet e qytetit, gjitha fshatrat, edhe ku vendoj, bisedoj me ta, ata janë shumë të zhgënjur nga qeverisja e Taravarit për 8 vjetë të shkuar dhe janë shumë të revoltuar. Edhe mi shprehin problemet që i kanë. Një prej problemeve kyç që është nuk ka lagje, nuk ka fshat që rrugët nuk janë me gropa, janë hapur gropa të mëdhaja. Edhe qytetarët janë në një hall të madh, duke i dëmtuar veturat e tyre dhe duke ikur gjattas edhe majtas, mos i prishin veturat edhe mund të bëjnë edhe aksident. Ai ka hapur çdo vit, për 8 vjet ka hapur tendere për t'i mbushur gropat. Edhe këtë vit ka hapur tender për t'i mbushur gropat, që tenderi është 200.000 euro. 200.000 euro. Pas keni ardhur i përgatitur, zoti Bejta, sonte këtë. 200.000 euro për mbushjen e gropave. Edhe 7-8 ditë mbaron viti kalendarik. I nënshkruar është nga Valbon Limani për vitin 2025. Një grop nuk është mbushur. Vetëm e presin vitin kalendarik të përfundone, edhe kompania që e ka marrën do një aktivisti tyre, si do t'i reguloni të? Urdhra? Ju si do t'i reguloni? Jo, për aty, prandaj e them. Edhe nuk kanë angazhuar asnjë kompani, vetëm mjetet financiare i ka marrun personi e cili ka marrun tenderin, 200.000 euro, edhe asnjë makineri nuk ka lëshuar. Edhe kërkesa e parë e qytetarëve, edhe projekti i parë është në Pranverë, do të angazhoj kompani që i kemi kompani të mira në qytetin tonë, që janë kompani të përgatitura në mënyrë profesionale për punën e asfaltimit dhe mbushjen e gropave. Ai nuk i ka shfrytzuar ato kompani, unë se di pse nuk i ka shfrytzuar, dhe gjithë ato kompani do të angazhohen që t'i mbushin gropat në Pranverë, që qytetarët mos kenë probleme me gropat. Po do t'i bëjnë si mbas standardeve. Këta kanë punuar jashtë standardeve, dhe nëse e kanë mbushur një grop, e kanë mbushur me zall, me grill, ose me bekatonka. Ajo nuk i takon asnjë standardi. Gropat do mbushen si mbas standardeve që i kanë kompani që e bëjnë njëjtën punë nëpër komunat, nëpër vendet e zhvilluara. Projekti që kërkojnë kryetarët, më falni që kërkojnë qytetarët për Gostivarin, është të hapet bulevardi, që bëhet me 2 kursi që të shkarkohet në mbrendi të qendrës së qytetit komunikacioni, edhe të ndërtohet edhe një urë lidhse me 2 kursi që lidhen të 2 anët e bulevardit. Edhe me këtë do shkarkohet. Kërkesa tjetër është higjiena, papastërtia, ka rënë në nivelin abnormal. Për atë kemi bë projekt, do bëjmë kanta nëntoksore, higjiena do jetë në nivelin më të lartë, besoj se Gostivari do të zgjidhzonë, edhe qytetarët do jenë të kënaqur, bashkë me higjienën do jetë edhe gjelbrimi, që ta kete pamjen e bukur qyteti i Gostivarit, ashtu siç ka shkëlqyer më herët. Projekti i tretë që është shumë i rëndësishëm dhe është kërkesë e 3 vendbanime më të mëdha në qytetin e Gostivarit, Çegrani, Forina edhe Çajla, që
të hapet rruga prej daljes së Forinës deri në daljen e qytetit, që të ikin rrëmujës në fshatin Qajl dhe gjatë periudhës kur vinë mërgjimtarët, ato mos kjenë shqetësimet e tyre, po t'i kryjnë punën me një lehtësi më të madhe. Dhe e katra është se unë punoj si pas standardeve evropiane. Unë do shkoj në çdo lagje, në çdo fshat, do t'i pyes banorët çfarë projekti ata kanë nevojë të patjetërthueshme dhe urgjente që ju nevojitet atyre, atëherë do të realizojmë. Pastaj do të realizojmë projektet e cilet janë të nevojshme, por nuk janë urgjente për banorët. Në disa zona të Gostivarit, zoti Bejta i di mirë që pas çdo shije më të madh, disa zona përmbyten, kjo nuk është problem i ri. Pse nuk është zgjidhur deri sot? A keni zgjidhje për këtë problem? Në lidhje me edhe zona që kanalizimin, po. Jo, nuk kemi, të na nuk ka ndodhur, ma shumë ka ndodhur në Tetov. Po edhe në Gostivar, në nuk ka pasur në përmbytje, vetëm ka lagje ku kanalizimi për ujërat e zeza nuk është bërë në mënyrë profesionale. Dhe kur bie shi, ato mbushën edhe mbushën podrume. Ka disa lagje të vogla. Pa ato do t'i kalojmë. Ajo është punë e ekspertëve, do marrim mendimin e tyre se si, kur janë kushtet atmosferike të mëdhaja, se si të i kalojmë këtë vështirësi. A do të keni transparencë për lejet ndërtimore, zoti Bejta? E dim që ka qenë kryetem kjo problemi me transparencën e lejeve ndërtimore. Ju si do të veproni? Unë në dy mandate të shkuara kam pasur në transparencë të madhe. Që t'i ikim këtë shpërdorimit, çdo qytetar ka ardhur në zyrën time ka marrun lejen, që mos e marrë prej administratorit, se na lejen i apim në përputhshmëri me ligjin. Nëse ai plotson kriteriumet ligjore, nuk ka nevojë ta lusë asnjërin, se nuk jap unë lejen, po jap ligji. Nëse unë nënshkruaj jashtë procedurës ligjore, unë do të përgjigjem penalisht. Prandaj, edhe atëherën kam qenë shumë transparent, edhe tash do jem shumë transparent, edhe çdo qytetar që do ketë nevojë të marrë lejen që i plotson kriteriumet ligjore, që është në përputhshmëri me planin gjeneral dhe detaj, ai do të marrë lejen në një afat shumë të shkurt edhe të fillon punë, për shkak se ajo shkon në dobi të komunës, se mbushet arka e komunës me tatime që i paguen ata për ndërtimin e objekteve të tyre. E dim që ekonomia lokale është me një rëndësi të madhe për qytetarët e çdo qyteti, por edhe qytetit të Gostivarit. Çfarë mund të bëni realisht si kryetar komune për hapjen e vendeve të reja të punës dhe për zhvillimin e ekonomisë lokale në qytetin e Gostivarit? A keni ndonjë plan konkret? Po, na kemi edhe zonat industriale, dhe unë i pres mirë të gjithë ata biznismen të cilët dëshirojnë të investojnë, ju krijojmë kushte në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, ju ndihmojmë që të rregullojnë dokumentacionin në aspekt ligjor, edhe në fund vjen në komunë, edhe në një afat shumë të shkurt japim leje, dhe ato ndërtojnë qoftë fabrika, qoftë magazina, qoftë punëtoritë e vogla apo të mëdhaja, dhe me këte ata punësojnë qytetar të Gostivarit dhe kështu fillon të lulëzoje ekonomia. Gjatë qeverisjes të Taravarit, afaristët kanë qenë të penguar ose të kushtuar. Në vend që të shkojnë të Taravari, kanë intervenuar të militanti i partisë, ai t'ja zgjedhte problemin. Unë dallohem shumë prej Taravarit dhe unë në kontakt me biznismenët, afaristët, ju them se për çdo hall dhe problem që keni për të çuar ekonominë e qytetit përpara dhe doni të investoni, nuk do shkoni në administratë, po do vini të unë, administratori do u marrë edhe do ju rregulloni dokumentet që në një afat sa më të shkurt ju t'i kryeni procedura ligjore dhe të filloni
me ndërtimin e objektit dhe pas që ndërtoni objektin atëherën do bëni edhe punësimet. Në këtë formë mund të hece ekonomia përpara. Gostivari, si çdo qytet tjetër, po zbrazet nga të rinjt, zoti Bejta, çfarë ofron programi juaj për mbajtjen e të rinjave në vendet e tyre, konkretisht në këtë rast në Gostivar? E thash, ngritjen dhe zhvillimin e ekonomisë, ndalimin e shkatrimit të Gostivarit, ndalimin e korrupsionit, nuk do preket arka e buxhetit të komunës të Gostivarit për interesat personale si që ka bërë Arben Taravari edhe për të argjohen mjetet financiare për t'i mbajtur militantët e partijës në aktivitet e duke mos punuar, por na do bëjmë punë që ato t'i shohin edhe do hapim vendet e reja të punës që ato t'kjen mundësi për aftësit që i kanë që të nisin do një biznis që shkon në të mirën e tyre edhe në mirën e qytetit të Gostivarit. Kemi plot shembull në shumë komuna që e kanë ngritur në ekonominë edhe unë besoj se në mandatin e ardhshëm ekonomia në qytetin e Gostivarit do të ngritet, por nuk ngritet me fjalë, por duke hapur vendet e reja të punës, edhe kur hapim vendet e reja të punës, dhe krijojmë kushte të mira për të jetuar, se ata do të jetojnë aty. Nuk e lejojmë më të shkatrohet, po do të ndërtojmë, nuk e lejojmë që të vidhet, po do t'i mbledhim jetët që t'i shfrytëzojnë, do bëjmë një qytet me higienë shumë të madhe dhe gjelbërim, do krijojmë kushte për rinjt që edhe ato të argëtohen, atëherë nuk do të largohen, po do ngelin në qytetin e vetë. Gjatë qeverisjes së Taravarit, me mira të rinj janë shpërngulur në përvendet e ndryshme për të gjetur një jetë më të mirë. Në jetën më të mirë do ju bëjmë në qytetin e vetë, edhe kur do ju krijojmë kushte të mira në qytetin e vetë, edhe ata që kanë ikur do ta shohin edhe ndal nga dale ato përvojën që kanë fituar në përvendet e ndryshme që kanë punuar të Evropës, apo të Zvistrës, apo Amerikës, do të sjellin në qytetin e vetë dhe atë biznis do të bëjnë në qytetin e vetë dhe kështu do të luzohen ekonomia. Po do flasim vazhdim lidhje me arsimin, zoti Bejta, a parashikoni investime në shkolla dhe në qerdhe? Unë e kam bërë dhe në 2 mandatet të shkuara të mia, tash arsimi është shkatruar, totalisht është shkatruar, siç i kam informatat nga mësimdhënësit, se ato dinë bëjnë dallime. Si ka qenë arsimi në 2 mandatet e mia, edhe si është shkatruar arsimi në 8 vjet të shkuar nga Arben Taravari dhe nxënësit e tij. Dallimet janë shumë të mëdha. Na kemi ndërtuar shkolla, kemi bërë riparimin, kemi ndërtuar qerdhe, kemi bërë riparimin e qerdheve. Një shembull do t'ju marr, çfarë kam bërë? Një shembull. Mjetët që vinë nga Ministria e Arsimit, fondet të cilët janë të ndara nga Ministria e Arsimit për punëtorët ose mësimdhënësit që punojnë në arsim, edhe mjetët për mbartjen e nxënësve. E kam fjalën për transportin. Ja që kanë bërë. Vetëm nuk ju kanë vjedhur parët e mësimdhënësve. Ju kanë lëshuar rrogët, ato janë mjetet e dedikuara. A mjetet për transportin e nxënësve, në vend që t'ju japin atyre të cilët i mbartin nxënësit, edhe verës, edhe dimnit, edhe në kushte të vështira, ata nuk ju kanë paguar dhe kemi edhe proteste. Sipas informacionit tem që kam, kompania që ka fituar tenderin për mbartjen e nxënësve, i kanë borç 1 milion euro. Ato mjete nuk kanë drejt t'i përdorin për t'i paguar projektet e militantëve, që nuk i kanë realizuar. Edhe tash kemi një gjendje shumë të vështirë, ku kompani si kanë 1 milion euro borç që nuk e kanë paguar, që e ka kry punën, edhe kemi kompanitë e vogla me kombi, të cilët për 8 muaj nuk kanë marrun asnjë dinar nga mjetet e fondit të arsimit që janë dedikuar për atë punë. Kjo nuk ndodhe në asnjë komunë, veçën këte mund të bënë vetëm Arben Taravari dhe të vazhdojnë nxënësit e tij.
Do flasim edhe në lidhje me hapësirat e gjelbërta, zoti Bejta. A ka Gostivari nevojë për projekte të reja, në fakt, a parashikoni projekte të reja sa i përket parqeve dhe hapësirave të gjelbërta në Gostivar? Na kemi hapësira të gjelbërta shumë të mira, po për 8 vjet të shkuar janë shkatruar. Hapësirat e gjelbërta kërkojnë vetëm mirëmbajtje dhe kujdes. Të punojnë, të mirëmbajnë, me higienë, të rregullojnë ashtu si janë të rregulluara hapësirat e gjelbërta nëpër qytetet e vendeve të zhvilluara. Në lidhje me llogaridhënia, zoti Bejta, a jeni të gatshëm të publikoni rregullisht shpenzimet e komunës dhe a keni plan konkret sa i përket financave në lidhje me projektet të cilat mendoni t'i realizoni? Jo, unë çdo herë kam qenë transparent dhe çdo qytetar dhe çdo institucion mund të kontrollon çdo ditë se çdo dinar i buxhetit të komunës së Gostivarit ku harxhohet. Ashtu kam qenë transparent edhe do vazhdoj të jem transparent. Do thonë çdo dinar që do të harxhohet çdo ditë do jetë në faqen zyrtare dhe do ta shohin qytetarët se ku kanë ikur ato mjet. Besoj se institucionet i kanë gjitha informacionet. Por ndonjë kryetar përdorën ndonjë formë që i fshehem, po nuk mund të fshehësh financat të cilët dalin nga xhirollogaria e buxhetit të komunës. Dhe na kemi institucione, si për shembull kur do hyjë në komunë, do hyjnë gjithë institucionet e shtetit për të parë se si është vjedhur buxheti i komunës së Gostivarit dhe si janë dëmtuar qytetarët e Gostivarit dhe nga vjedhja e buxhetit është shkatruar qyteti. Pa tjetër të bëhet. Nëse edhe unë bëj një gabim, njëjtën gjë duhet ta bëjnë institucionet të më kontrollojnë mua. Çfarë garancë do të jepni që nuk do të bëni punësime partijake? Jo, asnjëherë s'kam bërë unë punësime partijake dhe nuk do të vazhdoj të bëj punësime partijake. Do të marrim një shembull. Gjatë qeverisë sisteme për 2 mandate, në komunë ka pasur 65 vetë të punësuar. Në mandatin e parë, mos më kapni për fjala, kanë qenë 50 edhe o shtutun për 10 apo 15 vetë, por ata të cilët kanë shkuar në penzion. Por çdo i punësuar që është punësuar në periudhën time, ai ka pasur detyrën që të punone në orar të plot. Me largimin tem, për 8 vjet, prej 65 janë bërë 200 të punësuar. Nuk ka karike ku të rrinë. Edhe ato që i kanë punësuar, ato rrinë veç në komunë ose shëtitin në për kafeteritë e qytetit të Gostivarit, se nuk kanë angazhim. Po, do t'i largoni ato nga puna nëse vini kryetar komune, apo si do të bëni? Unë nuk vi për t'i larguar administratorët nga puna, se administratori nuk ka faj që një gabim trashanike ka bërë kryetari i komunës, Arben Taravari. Unë do të mirëm me Arben Taravarin. Ai ka bërë keqpërdorime. Kurse unë ata të cilët kanë bërë punësime jashtë ligjore, ato të përgjigjen. Edhe atyre nuk ju vazhdohet ma kontrata nga Agjencioni për punësime të përkohshme. Se ajo është kriminalitet. Jo nuk kriminalitet, po mund të them krim. Ti e bën parazit një qytetar, nuk punon, a merr rrogë duke shëtitur në përvendet të ndryshme të Evropës. Na do t'i angazhojmë se ka nevojë për punë, por rrogën që do ta marrë, ai duhet të arsyetone me punë edhe duhet punone në orar të plot. Zoti Bejta, gjatë gjithë emisionit keni pasur akuza në lidhje me zotin Arben Taravari, nuk e di nëse keni ndjekur ai mbrëm gjatë tubimit në Gostivar, tha diçka, por ju do ta citoj ashtu siç e ka thënë, tha që Nevzat Bejta si ja dim gjitha shtrafat dhe ato ja kemi liruar. Çka ka dashur të thotë sipas jush dhe si do t'i përgjigjeni kësaj? Ai nuk është në vete çka thotë. Ju kujtohet se çka ka thënë për Ali Ahmetin? Ka thonë fjalë shumë të rënda ofenduese. Edhe rrinë me Ali Ahmetin. Ai nuk është në vete, ai nuk i përfaqëson intelektualet e Maqedonisë. Ai është një matrapas,
bën akrabacione, është një person që bën din të ofendone, është një person që është i njohur në Maqedoni si mashtruesi më i madh në Maqedoni, por ai prandaj ka ngelur në skenë politike. Ka ngelur në skenë politike duke u marrë me mashtrime. Nuk e di që ka dashur të thotë. Kjo gjua juaj është e ashpër pak për të, zoti Bejta. Jo, unë e them realitetin, pse është ashpër. Është mashtrues, po. Bën akrabacione. Thot, nuk shkojmë me Ali Ahmetin koalicion, shkon në koalicion. Do rrinë qeveri, nuk rrinë qeveri. Ofendon Ali Ahmetin me ofendime drënda, se nuk duhet i përsëriti fjalët që i ka thënë shumë, që janë shumë drënda, ofenduese. Shkon me Ali Ahmetin. Pse janë drënda? Për mashtrues është mashtrues. Për keqpërdorime, ja sa kam tu, ja. Dosje, që e ka plaçkitun, e ka shtirë në borx 30 milion euro. Po nëse unë nuk thom diçka të vërtet, lëngërene pa di, për mashtrim. A keni ndëgjuar, a i thotë se nuk kushton salla e komunës 750.000 euro. Le dale ai me kundër argument. Ose le thotë se nuk janë të punësuar në agjencionin për punësime të përkohshme një numër i madh i militantëve të tij. Ose të thotë se nuk e përmenda, po të përmendi tash, për furnizimin publik, rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugicave lokale dhe rrugëve në komunën e Gostivarit. 700.000 euro. Asnjëherë nuk është bërë rehabilitimi i asnjë rrugice në për rrugët lokale të komunës së Gostivarit. Nuk e di ku e kam thënë fjalë drënda, kam thënë realitetin. Realiteti është i dhimbshëm, po është e vërtetë. Realiteti për të mund të jetë krejt ndryshe, tash. Për shembull, varet si interpretohen gjërat. Jo, faktet, provat. Unë nuk e kritikoj pa prova, me prova. E ka shti dorën të arka e komunës, e ka plaçkitun, le dale dhe thotë se kam bërë. Le kundërshtonë. Ose le vine me mu në debat. Pse nuk erdhi nxënësi i tij? Po pse mendoni që pse nuk erdhi nxënësi i tij? Po e din që i kam provat. Edhe mësuesi që e ka mësuar është mësuesi i keq, Taravari, edhe ai nuk e ka lënë. Se din se çka kam bërë për 8 vjet të shkuar dhe ka vazhduar nxënësi i tij në periudhën kur ka qenë ushtrues detyre. Zoti Bejta, krejt për në fund, pse një qytetar i Gostivarit që është i lodhur nga politika, nga premtimet e pambajtura, nga jetesa këtu në Maqedoninë e Veriut, duhet ju besoj juve? Po më njohin qytetarët e mi, më njohin parimet e mia, e din se çka kam bërë për qytetin, i din veprat e mia, e din se unë vi për të mirën e qytetarëve. E din që do bëj punë të mira, janë të sigurt që do bëj punë të mira. Nuk vi që ta shti dorën në arkën e buxhetit të komunës dhe ta dëmtoj qytetin tim, edhe ta shkatroj qytetin tim edhe të dëshpërohen. Unë vi që qytetarët e mi të ndihen krenar. Na do ta bëjmë qytetin ashtu si që kërkojnë qytetarët tonë dhe si takon Gostivarit. Zoti Bejta, faleminderit që ishte me ne këto minute. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi, shikues të nderuar. Kjo ishte intervista me kandidatin e Vlenit për kryetar të komunës së Gostivarit, zotin Nevzat Bejta. Më lejoni që edhe një herë t'ju informoj që për këtë emision kishim ftuar edhe kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, por i njëjti nuk ka pranuar ballafaqimin me kundër kandidatin e tij. Sidoqoftë se ne deri në fund të fushatës sigurisht do të mbetemi të hapur edhe për të, por edhe për kandidatët për kryetar të komunës së Vrapçishtit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe natën e mirë.